Sa shumë I ka gëzuar pjesëmarrja e Shqipërisë në kampionatin evropian, të gjithë shqiptarët flet fakti se edhe kërçovarët me në krye Fatmir Deharin në numër të konsiderueshëm janë në Francë. Vetë fakti që kombëtarja shqiptare ja doli që të kualifikohet për të parën herë në Evropian në 15 me radhë që mbajt në Francë shkroi histori në vete. Dhe ky patjetër është kulmi I suksesit, pa marrë parasysh se si do të përmbyll gara tani Shqipëria në Francë. Këtë fakt din ta vlerësojnë të gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë e veprojnë. Por ajo që në këtë fillim kampionati ra në sy në duelin e parë kundër Zvicrës është se kërçovarët vërtet në numër të konsiderueshëm ishin pra kugjezinëve, madje në vendngjarje, me ta ishte edhe vetë kryetari I Kërçovës Fatmir Dehari dhe jo vetëm kaq. Kërçovarë kishin ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm prania atje, por edhe sjellja dinjitoze e shqiptarëve ka lënë përshtypje që nuk mbeti pa u vërtetuar edhe tek mediat të shumta që përcjellin kampionatin. Edhe për krah historisë së shkruar, ende shpresa edhe për më tepër ekzistojnë, sepse humbja kundër Zvicrës është vetëm një betejë e jo luftë e humbur, pasi që kemi për të zhvilluar edhe 2 takime. E futbolli di shpesh jetë I pamëshirshëm, ndërsa shpresa thonë vdes e fundit, edhe pse krenaria në mesin e pjesëmarrësve që na e sollën kuqezinjt do të mbetet në kujtesën e shqiptarëve për gjithmonë dhe ky është fakt që nuk mund të shlyhet lehtë.